Mirdita të gjithëve, mirdita dhe ju falemderit pafund për të gjitha ato urime që më keni dërguar, respekte dhe suksese shqipe kudo që t'jeni. Suksese nga thellësia e shpirtit. Dhe sot edhe pse është ditëlindja ime, nuk do resht pa u informuar ato që di. E dini se kur lindi dëshira për të uruar ditëlindjen, pra festa e ditëlindjes, e dini këtë? Do t'ju them dhe do t'ju surprizoj, edhe pse dikush nga ju do mendoj ose nga ta që thonë që i bët gjitha shqiptare pak rëndësi ka. Le ta diskutojmë. Atëre, një historian francez i quajtur Jean-Claude Schmitt ka bërë edhe një libër për këtë, ku tregon për lindjen ose shpikjen e ditëlindjes ose e festës së ditëlindjes. Ai thotë që festa e ditëlindjes lindi aty nga viti, me fjalë nga shekulli 1800, fundi shekullit 1800 dhe fillimi i shekullit 1900. Dhe filloi në Gjermani, bënin ëmbëlsira, torta ëmbëlsirash dhe nga aty filloi dal nga dal dhe që sot festohet në të gjithë botën ditëlindja. Mirë po duhet të dini që ditëlindja festohej nga populli pagan. E ka shkruar edhe në libër. Është mirë që ta kërkoni, Jean-Claude Schmitt, historiani francez, dhe ai thot edhe vendet se ku festohej paganizmi, me fjalë ditëlindja e paganizmit në ato vite. Pra bëhet fjalë që nga 400 ose 500 vite para erës sonë. Tani thash edhe një herë, nuk dua që të them se ku dhe si, por dije se kush ishte populli pagan dhe kush e festonte këtë, dhe pastaj ndryshuan që mirë, po pse u ndalua? U ndalua sepse aty nga vitet 200-300, para pas vitit 0, me ardhjen e krishtërimit e ndaloi, sepse ata mendonin, por ata e dini që riti që bënin paganët, pra riti i festës të ditëlindjes ishte një rit fetar. E dëgjuat mirë. E dini pse? E thjesht. Sepse tregonte rilindjen e njeriut. Pra ata e vlerësonin si Feniksi, nuk e di, e keni para të emisioni që kemi bërë për Feniksin. Pra rilindja e njeriut si Feniksi, sepse çdo vit ai rilind, pra është një jetë e re. Thjesht ja u tregova për informacion, edhe pse sot thash është festa ime, si mund të quhet, por ne rilindim. Bile do t'ju them, kur isha më i ri, mbaj mend në Mekat aty, kishim një plak të moshuar dhe ai thoshte, kur i thoshin që ore u plaketi, nuk do ikësh nga kjo jetë, apo i thoshin se kishte vajtur 80 vjeç. Po ta shikoni sa i ri jam brenda, thosh ai, unë do rroj edhe 80 vite të tjera. Megjithatë, ju falenderit edhe një herë shqipe, respekte pafund dhe suksese kudo që t'jeni. Kudo që t'jeni, ju përqafoj. Falemderit juve që keni dërguar gjitha ato yje sot, ju falemderit pa mas, dhe falemderit juve që jeni abonuar në këtë faqe, dhe falemderit të gjithë juve që diskutojmë këtu së bashku, sepse pa ju nuk jam asgjë. Ju përqafoj. Kalofshi bukur.